Nderuar kryetare, nderuar kolegë, dashur qytetar, sot dua të ngrej një problem shqetësues për 60 familje të lagjes 1 Maj në rajonin numër 4 në Vlorë. Këta banor ishin drejtuar më parë me një kërkesë Bashkisë Vlorës dhe Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për një shqetësim që kishin me një antenë transmetimi telefonike. Pasi ankohen që kjo antenë ka zhurma të tepërta dhe ka krijuar probleme tek banorët si pagjumësi, tek fëmijët, dhëmbje kyçesh. Pas këtyre nuk patën gjetur ndonjë zgjidhje dhe mu drejtuan dhe mua si deputet. I ndodhur përballë një kërkese të qytetarëve të Vlorës që kishte të bënte me një të drejtë që ata kërkonin, nga ana tjetër të një biznesi privat, të institucioneve të shtetit, u nisa për të bërë verifikimet e mia me dëshirën e madhe për të kënaqur kërkesat e të tre palëve, por sidomos të qytetarëve. Çështja fillonte me një dokument me një leje zhvillimore komplekse, e dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit në 10 Maj 2013 e firmosur nga kryeministri i asaj kohe Sali Berisha. Çudia më e madhe është se në këtë kohë, në një kohë rekord, vetëm për 3 ditë më vonë në 13 Maj 2013, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet miraton stacionet bazë të kompanisë vetëm duke përcaktuar vendodhje dhe pa asnjë parametër tjetër konkret. Pra jemi mbi 13 vjet që kjo antenë ekziston atje dhe sot askush nuk përgjigjet dot si u miratua kjo leje në atë kohë, cilat ishin kushtet, au verifikua vendodhja, au kontrolluan distancat nga ndërtesat, au matë ndonjë rrezatimi, askush nuk di gjë, askush nuk ka asnjë skedë. Jam drejtuar Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Bashkisë Vlorë, zyrës për mbrojtjen nga rrezatimet si autoritete përgjegjëse për përdorimin e frekuencave, mbikëqyrjen e territorit apo nivelin e rrezatimit. Nga përgjigjet që kam marrë më rezulton se antena në fjalë nuk ka leje ndërtimi të miratuar nga Bashkia e Vlorës dhe se sipas ligjit të vjetër dhe ligjit të ri për planifikimin e territorit, ndërtimi i antenave mbi struktura ekzistuese konsiderohet si punim që kishte minimalisht nevojë për një deklarim paraprak punimesh. Jam drejtuar zyrës së mbrojtjes nga rrezatimi për matjen e nivelit të rrezatimeve jo ionizuese në zonën përkatëse. Më janë përgjigjur se nuk disponojnë pajisje për matjen e këtyre rrezatimeve. Jam drejtuar kompanisë së Vodafonit për një takim sqarues mbi këtë problem para se ta bëja publike. Nuk më kanë takuar, por më kanë kthyer një përgjigje duke i referuar dhe një herë çështjeve tek institucionet që unë citova më lart dhe duke konsideruar si leje atë të përgjithshme të dhënë në vitin 2013. Njëkohësisht justifikohen me faktin që pajisjet e tyre janë të certifikuara sipas standardeve të BE-s, por kjo nuk mjafton, sepse lind pyetja kush i kontrolloi nivelin e rrezatimeve në zonën e lagjes 1 Maj, ku është vendosur antena, kur aparaturat për matje të rrezatimeve mungon. Ka disa çështje që nuk shkojnë dhe që duhen adresuar nga institucionet përgjegjëse. Së pari, nuk është justifikueshme që institucioni përgjegjës zyra për mbrojtjen nga rrezatimi t'i mungoj aparati për matjen e rrezatimeve dhe të mos jetë në gjendje të mas rrezatimin që shpërndahet nga një antenë e caktuar. Ky parametër është ai që do dallonte të ligjshmen nga e palishmja, të dëmshmen nga e padëmshmja. Së dyti, minimalisht duhet që kompania të kishte zbatuar ligjin përpikmërisht. Leja zhvillimore edhe në 2013 prezumon respektimin e çdo ligji tjetër ekzistues mbi planifikimin e territorit. Së treti, dhe autoriteti vendor duhet marrë përgjegjësitë e veta në lidhje me monitorimin e territorit apo ndotjes akustike. Nderuar kolegë, 3 institucione shtetërore, secili me buxhet më vete nuk i dhanë zgjidhje. Nuk duhet të jenë simptom e një sëmundje institucionale ku çdo institucion të mbaj sa më pak përgjegjësi dhe t'i kaloj topin tjetrit. Kjo kulturë e shmangjes ka një kosto, humb besimi i qytetarit.
Si përfundim, ju bëj thirrje institucioneve mos t'i shmangen përgjegjësive ligjore, duke u munduar ta transferojnë barën nga njëri tek tjetri. Nëse frekuencat nuk përdoren sipas parametrave të miratuara të fuqisë, merrni masa. Nëse antena rezultojnë pa leje, i trajtoni si ndërtime pa leje. Nëse nuk keni pajisje për matjen e rrezatimeve jonizuese, kjo është turp. Shkoni dhe blini, janë detyrat tuaja. I bëj thirrje dhe kompanisë telefonike, përveç përgjegjësisë ligjore, keni dhe përgjegjësi sociale për komunitetin. Mos u justifikoni sipas pretendimeve se nuk mund të bëni zhvendosje, mirëmbajtje apo përditësim të teknologjisë për shkak të kundërshtisë së banorëve. Ku ka vullnet të mirë, zgjidhet gjithmonë problemi. Nderuar kolegë, banorët e asaj lagje nuk kërkojnë mrekulli, nuk kërkojnë privilegje. Kërkojnë atë që çdo qytetar i një shteti normal ka të drejtë. Që dikush t'i dëgjoj, dikush të mbaj përgjegjësi dhe dikush të veproj për zgjidhjen e problemit tyre. Faleminderit. Bujar, kse... Tani du me folë diçka për pjesën e Shkodrës, me që ishte java gjelbër, dhe du me fillu me një diçka të manë që në qosë realisht ka një gjatë që kjo qeveria ka perfekcionu, është arti i videos, i dronit dhe i propagandës. Por sot më lejoni të tregoj çfarë ndodh kur turisti përballet me realitetin. Edhe po filloj me pjesën e rrugës së Shkodrës, e cila aktualisht vazhdon për me met një makt kombëtar, aksi Shkodër-Tiranë. Kishim një takim përpara disa ditëve me operator turistik si pjesë e grupit parlamentar të Shkodrës dhe në gjove me shumë vëmendje, por në sytë e tyne pash jo këtë optimizmin e propagandës, por një shqetësim të thellë për mbijetesë. Dhe në qoftë se kthehena te pjesa e infrastrukturës, që për me bë turizëm është esenca, mund të them që aksi Shkodër-Tiranë është realisht një makt kombëtar. Një rrugë që duhet të ishte korridori i zhvillimit, është kthy në pengesën kryesore për çdo pushues. E kur më rrin qytet, përballesh me një projekt pa projekt, projektin e hyrjes Shkodrës. Një kantier kaotik, pa logjik qarkullimi, i cili në vend që të ofrojë zgjidhje, po prodhon paralizë. Ky është mesazhi dekurajues që qeveria shqiptare i thotë turistit, mas hajde më këtu. Nëse kthehem te rruga Shëngjin-Velipoj, sigurisht rrugë panoramike, shumë e bukur, e kena pa në video në dron, kena kalu, por ka dy ngushtica. Kjo është eksperiencë personale, një orë në këtë fundjavë në Shëngjin duke prit për me kalu, sepse me tamam është e pa kalueshme. Po kthehem te ura Baçallekut. Vjen qeveria, vjen bashkia, vën video, premtojnë me dron, sigurisht, pastaj ikin. Viti 2026, sezoni nis dhe ura mbetet si në mesjet, si strukturë, si koncept. Kjo ura është ai simboli, është simboli i kësaj qeverie që komunikon me video, me dron, po jo me fakte. Kthehem te Velipoja. Çfarë investimi real është bë këtë sezon? Menaxhimi mbetet një sfidë e dështuar që nisje. Edhe një skandal që duhet thonë me zot nalt. Ujnat e zeza të Shkodrës dardhën bun si në mesjet. Lumi i njohur për bukurinë e tij është kthy një kolektor të ndotjeve dhe ne këtë do na mi reklamu si destinacion turistik. Dhe nëse shkonin në Velipoj këtë verë, marrin konsiderat me marrë dhe generator, sepse nuk ka me pas drita, edhe kjo është eksperiencë personale. Në qoftë se kthehem te paketa maleve që reklamohet për çdo ditë, çfarë kanë me gjetë turistat në Razë, në Bogë, në Thellë? Kanë me gjetë errësirën e mesjetës? Këto zona vujnë për mungesë stabilitetit të energjisë elektrike. Në vend qetësisë natyrës së Alpeve, që turistat shkojnë, kanë me ndëgju zhurmat e generatorëve. Po kthehem te lumi i Shalës edhe te rruga Komanit. Shumë shkurt, zërin kryetare, sa shumë interesante. Është ajo perla që
ne ju përdorni për foto për fushata. Por për marrëdhënie turistit duhet me kalu rrugën e Komanit, e cila është amortizuar, e rrezikshme dhe pas një ndërhyrje serioze. E kur turisti mbijeton udhëtimin deri në Lumë Charles, a din çfarë gjen? Gjen një zonë shpallur që në vitin 2022, pra prej 4 vitesh, si zonë e mbrojtur, por investimet në 4 vite zero. Nuk ka një bankin për anijet, nuk ka një pikë informimit, nuk ka një plan pastrimit sepse ato ujnat mrekullueshme të liçenit të Komanit i kanë mbyll shishet plastike. Nderuar koleg, për me mbyll, për çfarë suksesi turistik flasim kur urat bëhen në video dhe jo në realitet? Kur ujnat e zeza dardhën në Lumetan, kur rruga Komanit është si rruga luftës dhe jo turizmit, kur Velipoja nuk ka asnjë investim, asnjë. Ju keni dështuar të siguroni shtyllat bazë të një shteti funksional. Nuk mund të pretendoni turizëm elitash me shërbime mesjetare. Prandaj sot, ju bëj thirrje të dilni nga zyra dhe të shihni realitetin e bizneset që paguajnë këto taksa, por shërbimet nuk i marrin. Jam i gatshëm me ju shoqëru tek të gjithë vendet që sapo kam përmend. Shkodran nuk duan asgjë më shumë se respektin dhe investimet që u takojnë. Faleminderit.